Megjithatë, nga ana tjetër, Amerika është duke I dhënë sinjalet hap pas hapi ndaj Edi Ramës dhe ky I fundit, a ishte një sinjal që ai nuk mori pjesë në asamblen e Kombeve të Bashkuara? Padyshim që po, sigurisht që po. Po e thash edhe një tjetër, ai sinjalet të tilla dhe veprimet të tilla ka kohë që I merr dhe që I ka marrë. Nuk, Amerikanëve, unë u them këtë, më dëgjon tani ambasadorja, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë. Dhe një ambasadore, komunikoni me presidentin tuaj se ju jeni syri dhe veshi presidentit Donald Trump në Tiranë, në Shqipëri. Komunikoni dhe thuaj janë në gjendjen reale ashtu siç është, që në Shqipëri ka nevojë për kirurgji të thellë, nuk ka nevojë për aspirina dhe për ilaçe që dërgoni ju për të kuruar kancerin në Shqipëri. Jo, ka nevojë për kirurgji të thellë. Jeni diplomate, e kuptoni shumë mirë se çfarë dua të them. Më shumë s'kam pse të them se s'është nevoja, duke qenë se ju më kuptoni shumë mirë dhe shërbimet tuaja atje në ambasadë më kuptoni shumë mirë. Mos na lëkundni besimin që kemi në Amerikë, zonja ambasadore. Mos na lëkundni. Mos na bëni të dyshojmë tek vërtetësia dhe tek besnikëria juaj ndaj nesh, dhe mbështetja juaj ndaj nesh. Operojeni këtë kancer që ka në Shqipëri. Si mendoni, a do të ketë të njëjtin fat Edi Rama ashtu si Sali Berisha, I cili në vitin 1997 ose më saktë që nga 96 më pas I pati përkeqësuar marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe a do ketë një moment që ashtu si Berisha edhe Edi Rama të shpallet non grata, duke marrë parasysh atë që po ndodh në raportet mes SBA-s dhe Edi Ramës? Po të kthehemi te 97-a ka një përgjegjësi të madhe administrata amerikane e kohës që e pranoi prapë Sali Berisha të hynte në pushtet dhe ta njifte. Ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme dhe na ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm neve si Shqipëri, si kom, sepse administrata amerikane lejoi që të rivinte në pushtet një komunist I tmerrshëm, I pakthyeshëm, një elberist I smur që e mbulon poshtësinë e tij me termin Parti Demokratike dhe me termin demokrasi. Prandaj Amerika nuk besoj se do ta bëjë këtë gaf që bëri në 97-ën, ose po ta quaj krim që bëri Karshi shqiptarëve në 97-ën duke lejuar atë Sali Berishën të vinte në pushtet, po e quaj krim, se praktikisht ashtu dolli, siç po e them unë. Pra, të njëjtën gjë nuk duhet ta bëj. Po e bëri do të thotë që na ka braktisur e na lërë duar të këtyre gangsterëve, të këtyre konkubinave që ka rreth vetes ky kriminali që qeverisë Shqipërisë sot. Zoti Islami, të ndalemi pak tek Erion Velia, I cili u shkarkua ditën e djeshme nga Këshilli Bashkiak si kryetar bashkie, duke qenë se ai ndodhet në qelitë e paraburgimit në Durrës dhe ka munguar në drejtimin e Bashkisë Tiranës. A mendoni se kjo është pika e fundit ku Erion Veliaj më saktë ka marrë fund politikisht, po themi, dhe Edi Rama e ka zgjesuar një herë mirë me vendimin e djeshëm? Ai është azhësuar, Erion Velia është azhësuar që ditën e parë që u arrestua të nesën e mbas 24 orësh ose mbas 3 ditësh që u vendos që ai të mbeti në paraburgim, ai praktikisht është azhësuar dhe ka mbaruar funksionet e tij, për arsye se nuk do të mund të vinte më dot kurrë në krye të detyrës që ishte ngarkuar dhe që kishte besuar populli. Është një veprim I vonuar, po I shkëlqyer, I bërë nga administrata e Bashkisë Tiranës, nga Këshilli Bashkiak I Tiranës, që e qëruan dhe ai nuk vjen më në bashki, nuk vjen më dhe në politikë jo. Erion Veliaj, zotëri, ka fol sa askush tjetër me informacionet që ka mund të paktën, ka folur jashtëzakonisht shumë. I ka denoncuar që të gjithë dhe këta të tjerë të dinë se do ndodhë po doli Erion Veliaj në gjyq. Shpresoj që të mos përdorin metodat që kanë përdorur deri më sot komunistët për të eliminuar kundërshtarët e tyre qoftë edhe me një aspirinë. Prandaj unë I bëj thirrje Erion Velis,
edhe strukturave të IVP-s, institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale në Durrës, të ruajnë dhe të kontrollojnë me kujdes ushtimet që do i shkojnë në Erion Velis, sepse nga momenti në moment ai është gjithmonë i rrezikuar. Këta i kanë gurin dhe arrin në dorë, zotëri. Është shtet kriminal, pushtet kriminal, pushtet i degeneruar, i korruptuar dhe do të thënë nuk gjej fjalë tjetër që ta përcaktoj këtë pushtet, dhe po i them atyre zotërinjve të burgut të Durrësit, kudo që është burg, të kenë kujdes të ruajnë, sepse mund të pësoj ndonjë atak në zemër. Në këtë rast, a ka gjasa që Erion Veliaj të denoncoj aferat korruptive të kryeministrit Edi Rama? Me sa di unë i ka denoncuar, e ka bërë të gjë me shkrim, me faqe të tëra me shkrim. E di këtë. Do më në e di. Kam të dhëna që e di. Që i ka bërë. Tani, nuk kam letrat të dorë që ti të alecoj juve, që të gjojnë teleshikusit. Por, kam të dhëna që e ka bërë. Pra, Spaku në këtë rast që nuk vepron? Por kemi thënë atë Spaku është në dorë të Edi Ramës, është kobure e Edi Ramës. Por nuk e shkrepi Edi Rama, nuk vepron Spaku. Një, e dyta, dhe po të veproj Spaku, nuk veproj gjyqtarët. Se janë ata që vendosin në fund fare. Spaku ka drejt vetëm, ka drejt ligjore që të bëjë kallëzimin në gjykat, ta drejt ta dërgojë për gjykim. Por është gjykata e gjyqtarët ata që e pengojnë dhe nuk e bëjnë këtë veprim. Pra, vim të fjala që thash pak minuta më parë. Kanceri është në drejtsinë shqiptare. Po them realisht kanceri pasurueshëm malign, jo me shaka. Nuk bëj shaka, them është kancer dhe është tamam kancer. Drejtësia shqiptare. Duke filluar nga shumë kolegë të mi, leri pastaj prokurori gjyqtar që ata janë qasha mëshek. A ka gjasa që Erion Veliaj të dal nga burgu dhe të shpëtoj duke e zauruar të gjitha shkallët e gjykimit në Shqipëri, por edhe nëse e dërgon në Strasburg? Të nuk mund të besoj. Kjo nuk mund të ndodhë. Se asnjë nuk ka përgjegjësi, nuk ka kurajo që me 8 akuzat të rënda që ka ai që rrezikon mbi 20 vjet burg, ta nxjerrin të pafajshëm, si do nxjerrin. Se ka një problem tjetër. Po e nxorën të pafajshëm. Se këta, megjithëse nga këta prej gjithçka, aq të pacip janë, dhe aq të poshtër janë, këta persona që do merren me çështjet e drejtësisë, sa që dhe mund ta nxjerrin. Mirë po, Kosova do vjen mbi shpatullat e mjet tuat. Të taksa paguesve shqiptarë. Se asgjë sta drejtësia shqiptare për 130 milion euro që paguajnë Beketit. Asgjë nuk tha. Asgjë s'ka thënë që deri tani janë paguar mbi 450-500 milion euro. Dëm shpërblime të shkaktuara nga dëmtuesi kriminale Edi Rama. Asnjë islet. Për fajt asaj drejtësie. Pra them që kanceri në Shqipëri është drejtësia. Shkoni shikoni në gjykat se çfarë po bëhet. Kanë nxjerr një metodë tani, e kanë bërë vetë. Të gjykojnë thotë në dhomë të këshillimit. Edhe dhoma e këshillimit janë 4 mure, edhe gjyqtari. E shikon ai edhe pse që bën Edi Rama,